Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Të gjithë bashkëdhetarët që jetojmë këtu në Shtetet e Bashkuara jemi në kontakt, por ndjekim me interes edhe zhvillimet më të fundit politike si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Kam kënaqësinë të kem këtu profesor Mikel Demajn, me origjinë nga Kosova, me cilin kërkoj të zhvillojmë një bisedë në lidhje me zhvillimet më të fundit të jetës politike në Kosovë, në lidhje me zgjedhjet e ardhshme që do mbahen për presidentin apo presidenten e Republikës së Kosovës. Zoti Mikel, mirë se erdhët mikrofonin tonë. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Është e natyrshme për çdo shqiptar, aq më tepër për shqiptarët e Kosovës, që pas një viti që pati një vit të tërë peripecis ku Kosovës i mungoi një qeveri e zgjedhur plotësisht, që të vim përsëri në datën 4 mars, në datë që është vendimtare për fatin e Kosovës për një arsye tjetër, sepse duhet zgjidhet presidenti apo presidentja e Kosovës dhe natyrisht mungesa e një zgjedhje të tillë mund ta çojë vendin sërish në zgjedhje që është e pa dëshirueshme për këto. Si e shikoni situatën aktuale në Kosovë? Fillimisht unë mendoj dhe besoj që është moment të uroj popullin e Kosovës edhe partitë politike për zgjedhjet mira, demokratike, qeta edhe për pranimin me kohë të rezultateve të subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. As ditë me përfundimin e zgjedhjeve, as ditë që ky vit që tash kem hy do të jetë një vit i rëndësishëm sa i përket themelimit respektivisht në vazhdimit të mandatit e institucioneve të reja të dalura nga zgjedhja. Po të njëjtën kohë, ky vit është vit kur edhe presidentës së Republikës Kosovës i kalon mandati, e fakti që i kalon mandati kërkon zgjedhjen, vazhdimin e mandatit të presidentës ose zgjedhjen e ndonjë prej kandidatëve të propozuar nga subjektet politike garuese në skenën politike të Kosovës. Megjithatë nuk ka asnjë kandidat tjetër HBR. Është fakt se subjektet politike janë vënue me u përgatit në mënyrë që momenti i zgjidhjes së presidentit me qenë një moment ma ceremonial e jo një moment i një gare të paarsyeshme, e cila mund t'i kushtoj Kosovës, e cila mund t'ju kushtoj qoftë në planin e brendshëm, qoftë në aspektin politik, qoftë edhe në gjitha aspektet të jetës në Kosovë. E posaçërisht tash, kur bota është pak a shumë një botë dhe ma e rrezikshme, ma jo stabile, ka shumë probleme që problemi i Kosovës për botën është shumë i vogël. Ne duhet jemi shumë atë kujdesshëm, çdo lëvizje, çdo moment që është në botë, neve duhet të na gjejmë institucione të themeluara edhe stabile, në mënyrë që të jemi në gjendje që momentet që po zhvillohen e që nuk janë të lehta, shpeshherë janë edhe dramatike, të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë në interesin e Kosovës edhe në interesin e shqiptarëve. Unë besoj, tu e pas parasysh mandatin e kaluar të zonjës Osmani, besoj se zonja Osmani ka krye detyrën e presidentës në mënyrën më të mirë të mundshme. Posaçërisht ka qenë e suksesshme dhe ka përfaqësuar Kosovën në mënyrën më brillante në arenën ndërkombëtare. Ka arritë që të vazhdojë miqësitë me shtetet edhe shtetet me të cilat veç kemi qenë në miqësi, po të njëjtën kohë ato urat miqësisë t'i forcoj, të ndërtoj edhe një besim më të madh për Kosovën në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe me botën tjetër perëndimore se botën demokratike, se dush ta quaj.
Veç kësaj duhet kemi parasysh se gjatë vitit të kaluar Kosova ka fituar 4 njohje. Ka qenë një sukses brillant, një fitore shumë e madhe diplomatike, e për të cilën besoj kontribut krahas tjerëve, kontribut më të madh ka dhënë vetë presidentja Osmani. Mirë po, në këtë mes, ne i pam këto kontribute dhe pam raportet mjaft miqësore midis presidentes dhe presidentit Trump, kur e pyeti nëse keni një problem me Serbinë, më telefononi. Është një gjest mjaft domethënësh të raporteve ndërnjerëzore, sepse edhe raportet diplomatike fillojnë si raporte mes njerëzish. Siç na shqiptarët duhet të mësohemi se kur kryen punë të mira, kur ka dikush sukses, qoftë individi, qoftë subjekti politik ose grupi i cili merr detyra në shërbim të shtetit edhe të shqiptarën përgjithësi, na duhet mësohemi e t'i vlerësojmë ato drejt. Veç kësaj duhet të kuptojmë se një mandat 5 vjeçar në vërtet nuk është mandat cili të jep mundësi si president për me e fut krejt potencialin e qoftë diplomatik, qoftë politik, qoftë intelektual, se vitet e para fillimisht të secili prej liderëve sa do i përgatitur që të jetë, sa do i përkushtuar që të jetë, duhet që të ndërtoj imazhin e tij para botës. Edhe mendoj se zonja Osmani këtë punë e ka kryer në mënyrën më të mëshme, ka arrit që të imponohet, të jetë një prej kryetarëve mirë të pranuar të bota demokratike. Edhe veç kësaj jo veç të ato shtete që na kanë njoft, po mirë ka vepru edhe ashtë ofru edhe me shtetet cilat nuk e kanë njoft Kosovën, ka ndërtu një besim, qoftë të miku jonë më i madh, strategjik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe të shtetet tjera që na kanë njoft, besa edhe të një numëri atyre që nuk na kanë njoft. Edhe mendoj që një person ashtu i afirmum dhe mirë i pranum për shumicës e shteteve nuk është në interesin e Kosovës që të ndrohet ose të zamënsohet me dikant tjetër, por interesin e Kosovës është që ti vazhdohet mandati aq më tepër se ajo është një femër e femrat në kryet e shteteve ose qeverive me numër jonë më të pakta. Edhe na shqiptarët kemi nevojë me i tregu botës se edhe na hymë në grupin e atyre shteteve të emancipuara, edhe mirë të edukuara në të dy gjenit, jo vetëm njerën për gjeni mashkullore të them, ose të bëjmë aty në ndonjë dallim. Na këta kemi tregojmë edhe për familjet tona, po është koha që ta shfrytëzojmë një vlerë aq të madhe që e kemi, ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë edhe të japim përkrahje. Është koha të lojmë xhelozit, është koha që të vlerësojmë punën dhe suksesin e tjetrit, edhe është koha që njerëz të cilët kanë aftësi me kry obligimet në interesin e shtetit edhe të kombit t'i përkrahim pa xhelozi, pa zili, por t'i përkrahim edhe t'i shfrytëzojmë si asete për ecjen përpara në këtë botë të razuar, në këtë botë besave të rrezikshme. Duke se lëvizja vetëvendosje nuk po e dëshiron nga qëndrimet e zotit Kurti apo deklaratat një përsëritje të presidencës Osmani. Madje u hodhi ideja sepse nuk kemi dot numrat, se duhen 80 numra, edhe ndoshta një person i cili ka mbiemrin Jashari, të familjes të respektuar Jashari, do të ishte e mundur të kishte mbështetjen e shumicës. Por vetë Murat Jashari, avokati i njohur nga Kosova, e hodhi poshtë këtë mundësi, duke thënë se nuk bëhet pjesë e lojës politike, duke ulur lart emrin e familjes Jashari.
Unë mendoj që subjektet politike edhe na gjithë duhet kuptojmë se familja jashtëore, familja e çdo shqiptari. Jo vetëm e kosovarë, por është familja e secilit shqiptar kudo në rrezullin tokësor. Edhe na gjithë si popull i takojmë familjes jashtëore. Ajo është vlera jonë më e shenjtë. Ajo është burim i guximit, burim i frymëzimit, burim i krenarisë, burim i lavdisë, edhe një familje tillë të shenjtë. Besoj kish dëshiruar me pas secili kom në botë. Çka du me thonë me këta? Me këta du me thonë që duhet jem të kujdesshëm kur flasim për familjen jashtëore. E duhet jem aq më shumë të kujdesshëm kur pretendojmë që në emër të lojra politike të manipulojmë me atë familje të shenjtë. Ajo familje ka ditë në kohënat më të vështira me tregu se si duhet populli vetë, si duhet atë dheu, si duhet shqiptaria. Kur njëherë tu mos llogarit se një sakrificë aq e madhe do të ju sjell në kundër vlerë ndonjë shpërblim caktuar. Ata edhe sot e kësaj dite nuk, për mendimin tim, nuk mendoj që do të binë prej e kalkulimeve politike të subjekteve caktuar ose individëve caktuar. Edhe unë e përshëndes qëndrimin e asaj familje, deklaratën e saj, përfaqësuesit saj, profesor Dr. Murat Jashori, i cili besoj në mënyrën më të mirë, ashtu sikur i takon asaj familje, ka dhënë përgjigjen rreth kërkesave të subjekteve politike që ndonjëri prej anëtarëve të asaj familje të zgjidhet kryetar i Kosovës. Çdo gjë që themi na më shumë se ka thonë ai, besoj që nuk mund t'i japim përgjigje më të mirë. Një çështje tjetër që po prek kombin shqiptar, të gjithë shqiptarët kudo që janë, është çështja që po zhvillohet në Hag gjyqi ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Duket që është një dënim krejtësisht i manipuluar, i pa drejt, që kërkon të vej poshtë luftën e drejt popullore të popullit Kosovës. Cili është opinioni juaj mbi këtë? Që na edhe më parë, kur është themeluar kjo gjykatë, jemi prononcuar në televizionin e juaj rreth qëndrimit që kemi pasur rreth gjykatës. Besoj që vetë themelimi i gjykatës ka qenë më tepër vendim politik, që sa një kërkesë që të vuhet në jetë drejtësia. Pretendimet e atyre që kanë propozuar me u themelu kjo gjykatë kanë qenë që të nisin një rrugtim drejt të zhvërjes shtetit Kosovës. Fakti se mbi cilën bazë është themeluar gjykata, koha ka dëshmuar dhe vetë gjykata ka dëshmuar se ka qenë krejtësisht i pa bazë, i pa argumentum, që gjykata është themeluar mbi bazën e asaj se ushtria qëllimtare e Kosovës është marrë me shitjen e organeve të përfaqësuesve, po më dai të pakicës serbe apo jo të pakicave jo shqiptare. Edhe një argument i tillë është hull poshtë nga vetë gjykata. Pastaj ndryshimi i qëndrimit të gjykatës me kalimin e kohës, prap lën përshtypje se ka qenë në presion të politikës në mënyrë që ta shpall luftën tonë shajt çlirimtare, ta shpall si luftë në të cilën është bë krim ndaj njerëzimit.